Na jemi të jetu me një botë ku një punë prej neve krijuesi jon po e lip. E ka lipën ta në kalumën, po e lip. Një punë po e lip prej neve me bo. Po se banëm ne atë. Ajo met pa bo. Po met pa bo ajo punë, met populli jon jashtë të xhenetit. Me një fjalë popullore të thonën, shkoj populli jon. Katunarqe, populli jon mbaroj. Ajo punë që po duhet me bëna është rinia jon t'i kthehet krijuesit vet. Rinia jon t'i kthehet krijuesit vet. Pse prej fjalisë rinia t'i kthehet krijuesit vet? Po tutë njerëzit. Piksaj fjali, po tutë njerëzit, po kanë frikë. Se kështu ashtë thellë janë formu bindjet në të kundërtën e vërtetës. Ashtë thellë kanë hi bindjet në të kundërtën e vërtetës, sa që me u bojnë mirë po tutë njerëzit. Po tutë njerëzit prej të mirës. Ashtë thellë, ashtë përnda rena, me avkallzu njerëzve të vërtetën, po kujtojnë se jetoj rejtë. Ashtë thellë, ashtë shpërnda tradhtia, me nejtë në besë, konsiderojnë i prapametën, me nejtë në besë, me rujt fjallën, me rujt e manetit. Aqë shumë janë prish ndërgjegjet, me qenë besnik, po të thënë konservativë. Besniku t'i thojnë konservativ, ati që rrinë besë. Asë shumë a shkatru morali, sa që me qenë ndershëm, a i thojnë njeri i hupt. Po i thojnë njeri u të smervesh ki, s'kupton ki. Atë shumë kanë lëviz gjonët prej pjatës së vërtet, sa që gjellës së pastër, si më shofin të mykt në bita, hemen janë ka nuk e shtin lugën me unë. Se du të me kone mykt. Kejt njerëzit kanë qef me goj, me qene pastër, por të myktën për e halë. Të myktën për e halë. Ja për shemë. Si mundet me ardër të ajo, si mundet me qene vërtet, si mundet me qene vërtet që njeri u me goj, thot jo, unë ha vetëm gjellë të pastër. A i realitet hanë të mykt. Si mundet me qenë kjo e vërtet? Në Kurani Kerim a ka gjellë të mykt atë pastër. Në Kurani Kerimi si ushqim shpirtnori njeriut, si ushqim sistematik për ndërtimin e jetës ati. A ushqimi pastër a i mykt? Është ushqimi pastër, fjala Allah. E mirë pra. A këta pa hanë ma shumë në revist të fliqt. Po në për hanë ma shumë. Revistën për hanë ma shumë. Qëka ju shef ndorë? A qësi revista, qësi enigma, qësi revista enigmatike, po i thënë enigma, jo amore, jo qësi me fotografi pa lidhje, a që ato janë në përdur, shpërndome ma shumë, a fletushka e cila përmban në vete ajete dhe hadise. Pra po hejkën të mykt. Ato po thojnë hanë pastra, ma po hanë të mykt. E tashti. Në regull. A një program fetar ndjekët ma shumë në televizor, apo ndjekën programat e mykt? A ka të një cëllën këto në shka të di shka është e mykt? Fjale e mykt, se për ndryshë e ngonë e mykt, ta mas e di për shka po folit, këtë se mësa pja altonit inicialit bet. E kam fjallën për këto fmit e vëgjel. E mykt është ajo për mi e mykt, 10 ditë kur të rije haja më një sahan shka në një eshil. Qa janë që e mykt? Ha? Pra, qka po hanë ma shumë? Të myktën për hanë ma shumë. Ta është t'i bajnë një pyjtje na. E pse? Të myktën kur të hajsh i vene, e ranë hunë. Ajo gjua ta se pranon. Fytja ta se pranon. E pse për hanë pra qashtu? Se janë prish organët. Janë prish organët, janë prish shqysat. Janë prish organët të cilët janë organe kontrolluese rreth asaj. Janë prish ato organet që e korrigjojnë të myktën prej të pamyktës. Ato janë prish.
Tash ti çati njeriu që i ka dek sistemi nervor deri në mbrël këtu, edhe mos s'ka problem, s'ka mos sistem nervor. Ata ngucë me gjelpon gjithë ditën, ai senin, a nin dhim trai. Pse senin dhim trai? Ka vdek sistemi apo? Edhe tashti, ka vdek sistemi i ndjeshmërisë për dhembje ndaj Allahut edhe krijuesit edhe pejgamberit edhe të vërtetës edhe të Kuranit edhe të Sunnetit, namazit, të mirës, të vërtetës, të besnikërisë, kanë vdek ato qelizat. Sistemi qelizor i ndjeshmërisë së këtyre sendeve vdiq te njeriu, edhe ai tashti shkat kaloje për skaj, ai mendon se ke tash në rregull. Jo, nuk është kështu. Nuk është kështu. Ju mendoni ndoshta për mua se unë jam në rregull, po më mështit e analizën, ndoshta jam i smut. E çka budashka pra? Analizë budashka. Budashka analizë. Çfarë analizë pra? Analizë. Si është xhamia jonë sot brenda? Xhamia jona sot brenda është prast, ja laborati pra. Ja ç'është rezultati i analizës në laboratorinë e analizave? Si janë gjendja e xhamiave tona? Xhamiat e tona sot janë zbrasta. Ja pra. A kanë mirë? A pas kanë vdek qeliza? Kanë vdek. Prej ku janë xhamiat e tona shprasta sot? Janë prej rinijës të shprasta. Numër 1. Si janë rrugët e tona sot pra? Rrugët e tona sot janë jo në rregull. Rrugët e tona janë në rregull. Nuk janë në rregull, pra ato duhet të jenë në rregull. E kush i ujdis, kush i krin problemin e xhamisë, pra duhet të rrit me hinta një problem është rrugën pra. Duhet pejgamberi alayhis salam ai noi sistem rrugor, ai noi sistemin e rrugëve. Ai tha iyakum wal julus ala at-turuqat. Tha të mjerët ju tha, nëse rrini në rrugë, kështu tha, nëse rrini në rrugë, e ka fjalën të pa punë. Ato thanë, ma lana buddun ja Rasulallah, innama hiya majalisuna natahaddathu fiha. Tha ato thanë, na nuk kemi qare pa ne në rrugë. Tha, na nuk kemi qare pa ne në rrugë, se tha ato i kemi takimet e përditshmërisë me të cilën ndërtojmë botën tonë, fitojmë ahiretin. Tha, i tha, nëse kështu pra, a'tu tariqa haqqaha. Tha, jipnja pra rrugës hakun. Nëse se keni qare pa dalë në rrugë, tha jipnja rrugës hakun. Ai tha, ato thanë, çka është haku i rrugës ja Rasulullah? Tha, ghaddul basari wa kafful adha. Tha, haku i rrugës është mos me bë keq në rrugë, me i mbyll sinjt, me i shlu sinjt para vete kur të hecesh, edhe mos me bë zullum në rrugë. Kaloni këto masall se qetë. Tha rrugës me ia dhon hakun, pra sinjt ulën para vet. Edhe mos me bë zullum, mos me bë keq në rrugë. Çka sinjt ulën para vete, mos me shiqun derën e huj. Mos me shiqun derën e huj, domethënë me shku deri te vendi punës për shkak e dal rrugë dhe me kthi prap. Ja është rregulli jon. Mbyllë derën këtë komplet. Mbyllë derën sa. Pra gjemu këto ishin një di fjalë si një himje shumë modeste në lidhje me problematikën tonë sot, pra thamna. Analizat e tona janë shumë të lehta, edhe mrim në tërte formula, tërte konkluza, tërte ai rezultati i analizës shumë shpejt. Xhamiat e tona të shprasta për rinisë. E ta është një moment këtu. Prej cilës rini të zbrasta xhamiat tona? Prej çfarë rini? Në vizon e këta. Nuk e kemi obligim na mi gjet do tri me i çun xhami, do qerë. Çi çdo janë ato që duhet mi gjet na. Me fjalë qera më thjesht hala, ti duhesh me thon, xhamiat tona kanë shprasta pse s'kan shneuna aty brenda. Kështu duhesh me thon pra. Kur mos thunë ato s'po shkojshin xhamia ato trita gjë. Me xhamiat e tona kanë shprasta pse unë s'po shkojsh në ta. Po shkova unë e shoqi jam. Po shkova unë me shoqin tim erdhën dy shokët e tonë qerë. Këta ta bëni edhe ta bëjmë së bashku gjithnjë, edhe ata më shpejt derisa ne të dukemi se po e bëjmë këta. Ju gjem të dashur, a dini çka ka edhe problem me një popull? Kur të prishin shqisat, kur të prishin qelizat, kur të shkatrohen ato qelizat që i kuptojnë sendet. Unë s'po them për qelizat e cilat e nin xhilponën, për qelizat e cilat i kuptojnë sendet. Në Komanu, me qenë se një 10 gjem janë që ndjekin rrugën e Allahu xhalla xhelaluhu xhalla. Edhe kur kush që tërkush se ndjek,
Ato mujnë me shkel çdo hap me këmbën e vet në të vërtetën mbi të vërtetë. Vërtet pas vërtete. Nga populli të Allahu shumë dashur, te populli i vet shumë përbuzur. A dini pse ju gjem të përbuzur? Se ato një 10 gjem e ndjekin rrugën e Allahut, një 100.000 gjem nuk e ndjekin, e ato 100.000 gjem janë shumë ato 100.000. Janë shumë ato. Ato ka një fjalë kur ta folin 100.000 fjalë bën. E tash çka bojnë këto? Kanë gurin me çit bën 100.000 gur. Kështu që edhe ato që e ndjekin rrugën mujnë me qenë nga populli, nga rinia e popullit të përbuzur, pse po ndjekin të vërtetën. Faktikisht në popullin tonë ky send është shumë prezent. Është shumë prezent. Merë vesh sa është prezent të na. Pi gjemve të mirë në popullin tonë tutën prindët. Jo mos shkoni palet dikush a gjekush. Baba edhe nana tutën. Me nejt, se unë foli konkret para juve dhe para këtë masave, folim konkret, se deri sa nuk thojmë konkret, nuk kemi bëjë gjë. Ka njerëz në popull mrenda, që tanë jetën, për shembull, tanë kohën mirën me një sen, ja për shembull, në Kumanov, në Rafin. Këti njerëz në emrin e Islamit, e nalin babën tanë nesër, edhe i thojnë gjalijet ku akon pramë. Për sonë të dhe me këtë kam fjallë. Ku akon gjalijet pramë, së di. Do një babë di, për këto edhe mës me di, për ishpunisht se këto Allah e di edhe baba jot, edhe aj e di nesër, në këtë në regullë. Kire se aj gjalijet e ka kap një grup të keqe. A kap me një grup të keqe. E kushtet dale ke grupa keqe, si qko ish me ngu më le e kupin për të folje. Kjo grupa keqe kjo. Këto njerëz për pësun, a kanë gudzim këto? Unë e di që s'kanë frikë të Allahu, po a kanë gudzim burrave s'paku me ardhë qëtu e me uqu në prej karrike e me thonë ti këto gjemë që po ju spjegon diçka rreth Islamit është udha keqe kjo. A më në bëjnë këta? Derisa këtë se bëjnë pras janë sinqert. A këta kursën e bëjnë ato? Ato kursën e bëjnë. Po ato nuk kanë mundësi. Se për qëtë? Hajde, ma shpejt. Kur s'kan me i pas mundësit me bëgë si pun? As s'kan mundësi me mledh njëri njëmi ju s'pjegu di shka. Leqi si kanë mundësit, o ju të dashur gjemë, ato si kanë mend ati. Mend nuk i kanë ati. Se kanë në program të aktiviteteve të veta, se kanë program. Mirë po kanë qef, kanë një ajet në Kurani Kerim. Allahu Gjelle Gjelalu ka thonë, ju hibbuna en juhmedu bima lem jefa'alu. Kanë qef me qenë të lavdruar për punën e pakrije. Kështu ka thonë Allahu në Kurani Kerim.